Gjavat Januzaj nga Radoniqi i Gjakovës, i cili këto ditë po qëndron për pushimin e vendlindje, kishte vetëm 15 vjet, kurse bashku me anëtarë tjerë të familjes dhe banorët e fshatit u detyruan të braktisnin shtëpitë dhe pronat përreth, pasi që në fshatin e tyre tashmë kishte filluar të ndërtohej e mbushej liçeni artificial i Radoniqit. 45 vjet pas, ai u kthye trollit ku u lindë u rrit, pasi që niveli i liçenit të Radoniqit ka rënë si asnjëherë më parë, thot Gjevati, i cili përkundër emocioneve të papërshkruara që i dhuroi vizita pranë themeleve të shtëpisë së dikushme, uron që liçeni nga i cili furnizohen mira konsumator asnjëherë të mos e përjetoj këtë rënje, por se çdo herë të jetë i mbushur me ujë. Asnjëherë nuk mu ka jep mundësia më ardh te bunori, ku para 45 vjetë herën e fundit, piva ujë këtu dhe u largova. Do të 15 vjeç jam largu nga këtu, emocionet janë shumë të mëdha. Po shka është edhe mshme që të mërzit, ka ra niveli ujit kaq poshtë, edhe me thonë drejtën, edhe pse atmosfera dhe me klima globale ka ndryshu shumë, duhet kemi kujdes që uji i pijes mos të keq përdoret. Po mirë që mu ka dhonë rasti, mu një herë inshallah herave tjera nuk del bunari, ku unë e kom pi ujnë këtë vend edhe kur nuk on dalë. Rënjën e nivelit në këto përmasa e ka konfirmuar edhe kryeshefi ekzekutiv i kompanisë rajonale të ujësjellësit Gjakova, Hasan Krasniqi, i cili ka bërë thirrje për kujdes të shtuar në kursimin e ujit. Liçeni i Radoniqit këtë verë ka furnizu pa asnjë problem gjithë rrjetën tonë dhe të gjithë konsumatorët. Momentalisht liçeni i Radoniqit e kemi me minus 7.5 metra, që deri në dikun minus 9 ose 10 metra nuk është diçka që është jashtë normales ose që ne e quajmë fazë kritike. Gjithsesi, apeli jonë është që të kursehet uji, pse uji është një element shumë rëndësishëm i jetës, duhet mi kursy. Liçeni artificial i Radoniqit, i krijuar në vitet e 80-ta, ishte dhe mbetet ndër projektet kapitale në Kosovë, i cili aktualisht furnizon me ujë të pijes rreth 350.000 konsumatorë.